Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin e datës 11 korrik të 2025-s. Duket se kjo ditë është një ditë mjaft e rëndësishme në ndikimin e planeteve, sepse Urani kalon në shenjën e binjakëve në këtë ditë, në datën 11, pra ditës së sotme. Kjo do të rikthehet në shenjën e Demit për disa muaj, sepse ju e dini se Neptuni, Urani janë planetet të ngadalta dhe vonojnë në kohë. Dhe kjo do zë përfundimisht vend tek binjakët në datën 26 prill të 2026-s. Pra do jetë në Dem deri në datën 26 mars. 26 prill të 2026-s. Pastaj deri në agushti që do jetë deri në 2032-shin që do qëndrojë. Urani në shenjën e sundimit dhe të Mërkurit që vjen në shenjë ajri, do të thotë në lidhje se Urani në binjak këtë bën. Mërkuri është komunikimi, është ndikimi. Urani është shpikjet dhe ndryshimet, pra ka një lidhje shumë të madhe ky ndikim që merret shumë me ndikimet që lidhen me shkencën, lidhen me transportin, tregtinë, lidhet me ndryshimet të mëdha në fushën e robotikës dhe gjëra të tjera. Kalimi i Uranit në binjak sigurisht do të sjellë shumë ndryshime rrënjësore dhe jo vetëm. Dhe herën e fundit që Urani ishte në binjak, ishte në vitin 1941, pra 41 deri në vitin 48. Kjo prek në ndikimet dhe favorizimet që kanë të bëjnë në lidhje me çështjet e punës apo të vendimeve, sepse do të thotë që kryesisht binjakët virgjëreshën, shigjetarin, peshqit, fillimisht deri në nëntor. Do të preken vetëm ata që kanë lindur në 5 ditët e para të këtë shenjës së mësipërme. Por gjithsesi kjo nuk ka vend për të shqetësuar, por ka të bëjnë shumë me takimet dhe vendimet që mund merrni ose në çështjet që lidhen me anën e ekonomisë dhe të stabilizimit. Tani, para se të fillojmë parashikimin e kësaj date kaq të rëndësishme, pra ne vini veshin, unë ju kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për parashikimin e detajuar, kemi pikërisht këtë faqen këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas e dërgoni duke bler paketën tuaj dhe e dërgoni tek sekretaria dhe atje pastaj mund të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për ju që doni që në kohën që jemi live dhe dëshironi që dërgoni një mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin në kohën që jemi live. Tani, pa humbur kohë. Fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, duket se ndryshimet që kanë bënë në lidhje me takime, në lidhje me vendime të rëndësishme, ka një ndikim shumë të madh në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin. Në lidhje me stabilizimin, ju të shenjës së dashit keni një mundësi të madhe në anën tuaj, por gjithsesi ka ndikime të mëdha në punë. Në lidhje me çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe me shigjetar janë të ndara. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e Demit. Për sa përket shenjës së Demit, edhe pse ka të bëjnë me ndikimin e Uranit të vinë në shenjën tuaj, dhe kjo ka të bëjnë shumë me disa takime dhe disa vendime që do të merrni, pra kalon në anën e ndikimeve të mëdha, por do qëndroj disa muaj në këtë shenjë, por përfundimisht tek shenjën që do largohet është në datën 26, pra do keni disa gjëra të mira juve në këtë drejtim. Nuk ka çështje problematike për të shqetësuar, por për të gëzuar, sepse ju sjell edhe disa ndryshime në punën tuaj, në jetën tuaj, disa shanse të mëdha. Në çështjet që lidhet me anën, kjo nuk do të thotë problem, por do të thotë ndryshim në lidhje me çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luan dhe me virgjëresht duket më para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, binjakët duket se tani ka ardhur koha dhe momenti pozitiv dhe i mundësive të mëdha që do të keni, do jeni shumë gjëra pozitive në anën tuaj, momentet janë pozitive dhe korrekte nga çdo gjë që ju kërkoni. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me shigjetar dhe me virgjëreshën të mbara, pak vëmendje do të bëni me akrep të dhe Vëçitar.
Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë gaforja. Gaforja dashura, sido që të vinë gjërat apo mundësit, juve i keni, sepse është koha më e mirë e mundshme për stabilizimin dhe punën tuaj, karrierën tuaj, momenti që është mjaft i mirë dhe pozitiv, por duke pasur parasysh një nga mundësitë më të arta që do të keni tani në tutje, do të thotë ana ekonomike, do të thotë vendime që do të merrni, do të thotë mundësitë që do të jepen në këtë periudhë dhe është koha juaj më e mirë e mundshme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashjet e diçit parë, me akretet dhe diçitet është perfektja dhe jo problem. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë luani. Për sa përket luanit, duket se luanët kanë një mundësi të artë në anën e tyre, në vendime që mund të marrin, në çështje që ata kanë, por ajo që zgjidhet, që jep mundësi në zgjidhje të problematikave dhe të korrektësisë, sepse lidhet me korrektësinë dhe kjo do të thotë është vendimi, ndryshimi më i madh që mund të keni dhe është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive, nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar, sepse e keni mundësinë dhe çështje të rëndësishme që do t'i arrini qëllimin tuaj, sidomos lidhjet afatgjat ka të bëjnë me akrep dhe me dem të 10 diçit të tretë. Kështu që kjo ka të bëjnë shumë me disa takime dhe vendime të rëndësishme, vini pas se do dini të fituar. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Çfarë ndodh me virgjëreshën? Për virgjëreshat e duket se tani, edhe pse kanë qenë në dilemë për arsye të punës së tyre, ka qenë në lidhje me disa takime, me disa çështje të rëndësishme financiare, por financat janë ata që ju bëjnë të ndjeni mirë me punën tuaj, me punën aktuale, sepse lidhet shumë në këtë drejtim, në lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme që do të keni, por gjithashtu është një moment mjaft i mirë stabilizues dhe çështjet që do të bëjnë në lidhje me punën tuaj, një takim mjaft i rëndësishëm që do të keni tani e tutje, kjo është rëndësia me veçantë që do të keni, sepse do zgjidhni shumë probleme dhe shumë çështje të pazita më përpara. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me shigjetar dhe me binjak duket të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshores. Për sa përket peshoreve, duket se kjo periudhë është një periudhë e mirë në lidhje me takime, lidhje me vendime, lidhje me ndryshime. Ndryshimet janë ndryshime rutinë, nuk ka diçka për të shqetësuar ju, se ju shqetësoni për gjëra të vogla xhanëm, por kjo është një kohë që arrini të perceptoni, të krijoni, të rregulloni stabilizimin e punës suaj dhe jo vetëm. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjat që do të thotë janë me binjak dhe me ujor të ditës së parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë akrepi. Për sa përket akrepët të duket se tani në këtë periudhë është një periudhë që lidhjet, puna, stabilizimi, ndryshimi, momenti është më i miri i mundshëm, sepse mbi stabilizimin e punës suaj nuk diskutohet që keni diçka shumë të madhe që lidhet me punën aktuale, diçka që nuk keni edhe biznesin dhe karrierën, disa gjëra që vërtet indikoni dhe ndryshoni, por momenti është më i miri i mundshëm tani në këtë periudhë dhe mund të arrini në vendime të rëndësishme dhe çështje ideale. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me luan dhe me dash janë të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shigjetari. Për shigjetarët të duket se tani në këtë periudhë është një periudhë që në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me disa ndryshime që mund keni, por kjo është diçka shumë e mbarë dhe një moment mjaft i mirë në lidhje me takime punë, në lidhje me vendime që mund të merrni ekonomiko-financiare dhe disa çështje të rëndësishme që mund lidhen me biznesin. Por gjithsesi, juve mundoni të paktën të dini se çfarë bëni në lidhje me punën tuaj, lidhje me karrierën tuaj, por dhe stabilizimin e punës në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshët e ditës së parë dhe me ujorët e ditës së tretë, duket se gjërat janë mjaft pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë bricjapi. Për bricjapët, miqtë e mi të kësaj shenje, duket se kanë të bëjnë me punën tuaj, ka të bëjnë me një mijë arsye të ekonomisë, duket se tani është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm, duket se
tani e realizoni në çështjen tuaj, por ka të bëjnë në lidhje me disa vendime të rëndësishme, gjithmonë ju e keni dhe si mundësi, e keni dhe si kohë, për sa përket arsyes dhe punës suaj, por gjithmonë bricapët janë një hapar se çfarë do të bëjnë, por ka një problem të vogël se duan të zgjidhin disa probleme të pazgjidhura, mundohen shumë të jenë korrekt me ekonominë, por në anën tjetër është një kohë shumë e përshtatshme mbi zgjidhjet e problemeve dhe të konflikteve të vjetra që kanë pasur. Por tani për tani do ta zgjidhin punën e tyre dhe është momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me takime, në lidhje me bizneset të rëndësishme që ata do bëjnë. Një kontratë e rëndësishme është në prag për ta zgjidhur tani dhe jo vetëm kaq, por do keni mundësinë e çështjeve ekonomike financiare, do të keni mundësinë e gjërave që do të ndikojnë tek juve, do të keni mundësinë për gjithçka juve ju intereson, prandaj bini pas sepse është koha juaj, momenti juaj për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Në çështjet që lidhen me anën këtu do të pasur pak kujdes në anën shpirtërore, sepse keni pasur shumë çështje të pazgjidhura, shumë probleme nga më të ndryshmet, jo për fajin tuaj, por për fajin e disa personave që juve edhe juve vetë, domethënë mërziteni pse keni bërë shumë s'keni fituar asgjë. Tani ka ardhur momenti për të zgjidhur gjithçka juve ju intereson në këtë aspekt. Dashuria duket se lidhja megafore dhe me peshore duket e mbarë dhe është një mundësi shumë e mirë për zgjidhur gjithçka juve kërkoni dhe dëshironi. Vijojmë tek shenja e radhës që janë ujorët. Për sa përket ujorëve, çfarë ndodh me ujorët? Ujorët duket se tani është një mundësi, një moment mjaft pozitiv, por gjithsesi në anën e financave, në biznes, dhe jo vetëm kaq, por ka të bëjnë lidhje me takime, pune, në lidhje me një mundësi të artë ekonomike financiare, një mundësi të artë në lidhje me çështjet e biznesit, lidhje me karrierën tuaj, por tani për tani është momenti juaj çështjor sepse gjërat do të ndikojnë mjaft mirë dhe shumë çështje ekonomike marrin zgjidhje për ju të çështjor. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë bëjnë me peshore dhe me dem duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshqve. Peshë dashur, tani ka ardhur koha dhe momenti që ju të zgjidhni gjërat e juaja në lidhje me takime, punë, në lidhje me atë që ndryshon në farë mënyre është periudha juaj, në farë mënyre juve i keni gjitha mundësitë për zgjidhur çështje problematike, për zgjidhur gjërat e pazgjidhura më përpara, por është një kohë mjaft e mirë tani për zhvillime, ndryshime të mëdha që do të keni në fushën e karrierës suaj, sepse peshqit gjithmonë dinë çfarë bëjnë dhe dinë ku shkojnë. Por ka disa probleme të vogla që do të zgjidhin në lidhje me çështje gjyqësore, por kjo nuk mund të ketë diçka shqetësuese më vonë sepse e keni vënë në vijë dhe është koha më e mirë mund të stabilizuar. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me gafore dhe me akrep është ideale, por mos harroni se me vygjëresh është diçka shumë e madhe. Këto ishin pak a shumë miqtë mi përsa përket pikërisht datës 11 korrik të 2025-s. Por para se të ndami bashkë, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rrezikues të nderuar, kudo ndodhen në Shqipëri apo në diasporë, dhe në kërkim të parashikimit të detyruar, atëherë keni pikërisht këtë faqen këtu dhe kjo është diçka që nëse kërkoni zgjidhje për diçka që ju intereson në parashikim, atëherë mund ta klikoni dhe të shikoni duke zgjedhur një paketë, shkoni tek sekretaria e klikoni atje, dhe atje pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin për çfarë juve dëshironi pastaj dhe flasim bashkë në Viber, WhatsApp apo Skype. Për ju që doni që çdo video që astrogu pikat nga në YouTube, e dëshironi ta dëgjoni të parë, të shkojnë të parë, atëherë duke na bërë subscribe tek butoni shkoni këtu dhe jeni gati për gjithçka ju intereson, për gjithçka juve doni në çdo fushë dhe në çdo drejtim për të marrë përgjigje direkt. Unë Rupulla, uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mira.